Akil Varfi rrëfen me lot në sy periudhën më të errët të jetës. Vidhja buk në kamp për të ushqyer familjen. Aktori i njohur i Portokallis, Akil Varfi, ka ndarë një rrëfim të ndjerë dhe të dhimbshëm gjatë një interviste në emisionin Se luan topi, ku kujtoi disa nga vitet më të vështira të jetës së tij, që lanë gjurmë të thella në shpirtin e tij. Me lot në sy, Akili tregoi se në moshë shumë të re, vetëm 16 vjeç, kishte marrë vendimin e vështirë për të çuar familjen në emigrim drejt Gjermanisë, në kërkim të një jete më të mirë. Por atje, përballja me realitetin ishte krejt ndryshe nga pritshmëritë. Përfunduam në një kamp refugjatësh me kushte të tmerrshme. Nuk kishim asgjë. Për të mbijetuar, isha i detyruar të vidhja bukë. Shkoja në sportele të ndryshme, merrja bukën dhe e fshihja në çantë. Nuk flija natën, më zinte gjumi me frikë dhe ndihesha fajtor. Kisha me vete motrat, mamin dhe babin. Ata më kishin besuar dhe unë ndihesha përgjegjës për çdo vështirësi që po kalonim, rrëfeu ai. Akili tregoi gjithashtu se në një rikthim të dytë në Gjermani, në moshën 21 vjeçare, përfundoi pas hekurave për 3 muaj, pasi nuk kishte respektuar afatin e kthimit në Shqipëri. 4 ditët e para më izoluan në një dhomë të errët. Nuk e dija nëse do dilja gjallë. Babai nuk dinte ku isha, më kërkonte. Ishte periudha më e errët e jetës sime. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.